Përshëndetje, miqtë. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Do të vi një histori e re dashurie në jetën tuaj? Jeni beqar, single. Do të vi një dashuri e re në jetën tuaj së shpejti? Dhe këtë të zbuloj me letrat, shenjat dhe kërmat. Vjeta e monedhës më tregon dhe mashkulli magjik më tregon që në jetën tuaj do të vi një histori e bukur dashurie, një mashkull magjik që i ka të gjitha cilësitë e mira. Është një person shumë pozitiv, një person që do të ndihmojë dhe ty të ka si kjo mbretëreshe e monedhës, me dritën e universit në dorë dhe me këtë monedhë në dorë. Ti je për të mbretëresha e shpatës, një femër shumë e fuqishme, që do që qëllimet e tua ti çosh deri në fund. Ky është një person që ndodhet larg teje. Është një person që është i fokusuar shumë tek pjesa e punës, tek pjesa e gjërave të tij. Ka patur pak probleme me mendime negative, pak probleme në jetën e tij dhe ti për këto probleme që ky ka pasur, ky mashkull që do të vinë në jetën tuaj ka pasur, që po vjen së shpejti, ti je pak e stresuar. Por ishe fashën dhe litari, sepse ti je femër plot me energji të mirë pozitive, plot me dashuri, sepse katra e shkopive më tregon që ju të dy bashk jeni shumë falenderus dhe mirënjohës universit për këtë shtëpi paqësore, për këtë paqe, për këtë harmoni dhe për këtë qetësi shpirtërore që u ka sill kjo histori e bukur dashurie. Dhe vjeta e kupave më tregon që ju të dy jeni shumë mirënjohës për këto azë të mrekullueshëm që universi ju ka sjell. Ky ylber me kupa dhe ky oaz i mrekullueshëm është e hartmja juaj. Me kë rezonon kjo histori e re e bukur dashurie? Me dinjakët, me gaforen, me luanin, me dashin, me brisjapin, me akrepin dhe me peshqit. Kurse me gërmat e alfabetit mund të rezonoj me emrin ose me emrin tuaj, është energji e përgjithshme, me gërmën Z, me gërmën A, gërmën P, N, G, U, me gërmën H, M, Zh, V, L, Y, R dhe Z. Faleminderit shumë, miqtë e mi.